e ka marrë në ardhe njenin për aty në librave, e ka hapë. Kur e ka pa, e ka thënë, unë idhi Jezu Krishtin, si mas Mateut, e butume në Prag, 1890 në mas Gabosha, edhe ka kanë deluxe. Dhe thënë, ka pas kur e mëllë librin, faqet kanë këtë me argë, si të verda. I ka thënë, Luqi da mune me marre, Luqi a ka lani, ka thënë, me rri, ka thënë, e të një movë zoti. E ka ledzu Leonardi, pa tjetër se me ta mëna shumë shpirt në ora i vlajvi jem në prashtu, por shumë i dedikum të feja, të mira kristiane. Kur u lirova unë prej ushtit, mua vitëm tha, unë e di fërë tha se ti ke shumë qef librat me ledzu, ledzoj e këtë liber. Ledzoj tha prej fillimit dhe në fund. Masu dekora jo, tha se ashtë gjun hajfije vjetër, nuk ashtë ta i stili i nalt i Tolstojt, adin e diken se dhe këta janë shprehet e shkurta, kapitujt, e të anë veç ledzoj prej në fillim dhe në fund. Në kjo ofë se nuk ka me të pëlqy. Për hatër të më tha ledzoj edhe i herë. Ate e banë qatë dësh. Aja pamërsi se të thaqë, kur kam ledzu këta humanistat, dhe o thënë humanist që janë, gjithë qa ledzosha, Kierkegaard, qa do që gjesha, adin ma shumë gjuhën italiane, që kanë kënë, dhe ma kishin qetsu zemrën, kishin bajagim disa pytjeve i kishte hi dritë, po nuk ishte për aja që taman me më knaqë mu, kur e kam lezu një dhe nga kërë gjithë qa. Dhe në thanë veç ka hi dritë për mënimin të mpo shpjegoj mënyrë, se s'di si mi thanë, ka hi dritë një jetë komplet. Edhe më kujtohet mrapa, kur kam ardhë në seminar, që kam lezu Shën Agostinin, që gjathor Shën Agostinin, është shumë interesant për menimin tem, gjdo njërin botë duhet me pas parasysh i këtë. Shën Agostini thot, hiri i Zotit, pra hiri i Krishtit, the grace of Christ, perfects nature. Hiri i Krishtit e perfeksionon natyren. Natyra është e bukur. Natyra është e bukur. Ba me ka një njërin botë që thot, ka ana naturale, i ka gabim, atëherë na jena ty gjiku Zotin, sepse natyren e ka kriju Zoti. Krishti nuk ka ardhen këtë botë me gudit natyren. Se të gjofë se ka me gudit, do më tha na ba gabim, edhe ka Krishti me fiksu. E të gjofë se a ba gabim nuk ka Zot. Ashtu si e kuptojmë na. Pra natyra është e mirë. Por hiri i Krishtit e perfeksionen në banë perfekte. Për shembull edhe njerëzit para Krishtit janë martu. Hiri i Krishtit, si do të kuptuar për shumë njerëz që se dinë që është hiri? Hiri është aja, dhe o thanë, kur jetu, kur e lexon unidhin shajt, kur e përvetson e bantamen, pra nuk e shikjon kane, nuk e lexon intelektualisht, por edhe shpirtënore, në shpirtënore. Nuk është materiale, është shpirtërore komplet. Bravo, do me thanë, prej trunit, mi thanë anglisht, you let it sink in the soul. Pra, tanat shimër në përmjetans intelektuale, e len me shku me ra, me zanë vendin shpirt tanë, edhe me transformu. Pra, len me punu, është një reakcion kjo se mune me thanë. Është një reakcion. Edhe në atë kohë që fillën mu nëryshu për me marrë ata format, adin kristiane, një jahirë. Nuk e shef ma botën, ashtu si e ki pa me synin natural, edhe të arsys, po fillën me pa me synin kristian, me synin e dashnis, me synin e mshirës. Kurse me botën humane, na shofim natyrin e botën e gjithqa me synin e drejtsis. Pra kena parasysh ligje drejtsin natyrore, adin kena drejtsin natyrore, mi pa është një drejtsi tjetër, që është kristjania. Një vend Krishti thot, nuk ka marrë thot e këtu për mi ullan drejtsin, po mshirin e dashnin. Pra gjithmonë është për më shku për me dash njërzit, edhe për ata që bajnë gabime me pas mshirë. Kurse testamenti i vjetër, e zakonisht për natyrës tonë njërzore, është drejtsia. Pra ne në Shqipni i ba me vore, adin gjithë qatë që i shofi ba një atë pështetun atë e drejtsia, nuk e i drejt. Në luminët, po mshira dashnia. Pra edhe jërën, kja është hirë, me spjegu hirin, është jasë zakonisht e zorshme do në kohë, mundet me shku të katekizmi, i kisë katolike, ka ata preferentë, por hirë është kur ti fillon me shikju botën me një sy tjetër. Pra,
ti nuk jetu i kërku dritë, pra nuk jetu i shku me kërku dritën në tërë, po dritën e keti vetë mërën, që e ki marrë në përmjet Krishtit, atër e hape shikën tjetë, e shikën situatat, njërëzit, gjithësha. Këtu nuk ka se një që ka hirin e Krishtin nuk din me e dalu të mirën për e të keqës. Nuk ka puna se i gëzohet keqës e ban barabar të keqën me të mirën. Por mundot për me transformu të keqën e me bat mirë. Do më Faneli, që të vlasësh për periudhën e fëmijërisë të rinisë, këto janë kujtimet gjata, por ne do të përqendrohemi edhe tek disa momente të rëndësishme të jetës tuaj dhe konkretisht cilat ishin motivet, rrethanat që ju vendosët për të larguar nga Shqipëria. Cili vit ishte? Në 75-ën kam marru maturën. Edhe i bana dokumentat si tanë, e di isha me 1.000.000% se s'lajnë me më shku në shkollë të natë. Edhe në gjanë burge, baba në burge atër ma vonë ka një dhe Çfarë degësh kishe qef të vazhdonje? Unë gjithmonë ka pas qef me kënë doktor, por nuk e kisha, doktor ba me vure kur shikoj tash mrapa, se është e përzime, kur je i ri, është edhe dëshira, po është edhe prirja jote natyrore. Ka ana intelektuale, kam qef mu vesh ma të bardhën me pas stetoskopin, doktor Kalla, i zdia, doktor si, zdia, më kuptën janë ata andrat e rinis, po që nuk ka lidhje me natyrën, po në anën tjetër, është shprehjela jam mrenshmja jemje, që nuk ka ardhalat e kushjenca, aja që ka kënë me një mut tjerë. Ma vonë është shpreh perfekt të priftnia, se në fundit priftnia është shërbim. Po, absolut. Priftnia nuk është se gjdo njëri në botë ka qef me shku në Paris, Paradise, kur desin. Po nuk jam ba se vetëm në përmjet priftnis shkone në Paris. Në Paris shkone edhe i burqja i mirë, i babi mirë, i bashkëshort i mirë, një njëri mirë. Priftnia është për me i një mu njerëzit. Gjithmonë e kam pasë në zemër këtë qefin për me një mu. Kam një knatësi, kur kam lanë, i kjo është ai vokacioni që i thëmna, aja thirrja. E majme në librat, jo që e në një moshe, kanë shtrajt librat. Edhe e majme ka pa lezu një Tolstojt që ka kanë rinjallja e Tolstojt. Edhe më thoti shokjemi, më thoti mu, që e tu i lezu, isha ushtarën, i thëm jam të i lezu i këti, kusha këtë Tolstoj, qa Tolstoj? Nëse i thash dë gjana për mja rrita tapetitin, a dëshinë me lezu. Ata lezoj thonë, po mor, unë e kisha lezu 2 herë, dhe veç një aty në shtatë, kur ishim ushtarë. Edhe i adhaç librin, i thash lezoje. Thash edhe herë, njerëzit ta kanë kesh përdor librin. Kur ma vonë, mas në 2 ditëve, e shof këtë i lezu librin, edhe i tjetër po lezo të librin. Edhe kjo e kishte shky për gjys, ja kishte dhanë, ja kishte dhanë gjysin ati i shokut. E po lezote këtë gjysin. E pa që me i thash me vedi. Anyway, pra, prep nuk u bana mëras, nuk u mërzita, se thash do me ditë. Kam pas gjithmonë që me ditë. Kështë bene, më të njeri blidhe një libër, tjetër blidhe një libër dhe i ndronin. E ndroshin. E kam vure edhe tash kur jam, ba me shku dikon, me më thanë ti për shemë, do me shku në Rome, adin me pa, me vizitu, nuk mundë me shku vetëm. E du i njëri afer, mi tha që sa bukur kja e më rratë. Por nuk ka puna vetëmis, si njëri knashe, por kja është thellësia vokacionit. Shife ju për shemull që e një ba ushtarak, po thëmë adin. Për mu, ishtu si të një fund, ti se ki pasin shpirë të ushtëri. Të ka me të ndorë, zdi jam këpëtan qatëm, po thëmë unë. Jo, ishte një formë edhe punësimi, ishte një formë lëvizje. Bravo, po me punumër, pa diqa. Po ba me të pyt vetë atje thellë, me të pyt atje thellë, po që për shemull tje 1000 herë ma të me komuniku me njerëzit. Ti kishe me kjanë në Hollywood, me ata kamerat, ku që di, e kam fjallin, kjo a perceptimi jem, se nuk jam të marrë një intervjist. Jo, kuptoj. Adin, shumë njerëz që i kam pa, nuk e bajnë njatë, që janë vetëm anë të thirën e mbjen keqë. Për shemull në për këta zanadet, adin që thojnë, adin qëfar zanadet kisha ba që isha knaq, marangos. E kam pas shef drunin me ilmu, me vu dyrt, mi ba kështu. Kur s'kisha pas shef me kanë bojnagji,
o murator, o mekanik, o ashtu që banu NASA, i kena pa thana argjentar, ose kuj Argjentar, po. Po, që i fiton pare, kur s'kisha pas qef. Adin, po, kja është kuptimi, i kja është sekreti i rinis, me mujt me e gjetë. Talenti, prilla. Po, bravo, po në atë kohë nesë në dhanë mundësi. Pra unë e shkruva atë për me shku për doktorat, atë u do të 3 me vu, atë ne kam pavu tjetër për piktur, kam kanë dashamiri artit piktur, kam kanë edhe sot kërë shof mrapa, nuk kam pas një talent jasë zakonshëm, po kam pas një talent me maru i shkollë, me maru i lice, mu baj mësus vizatimit, dikun një shkollë 8 vjeqare, aty ishte ai qëllimi, po kur s'kisha mujtë mu ba piktor si janë ta tjerë, atin që kanë Salish Jakue, që kanë këta piktor të mlej. Por, pa tjetër nuk u pranuaja. Atëherë kam përsërit edhe në dytë, nuk u pranu. Atëherë edhe në tretë, nuk u pranu. Atëherë ka kanë kryetar lagjet, një Miki Babs, ne kena thënë marktari, po janë dushaj, atëherë prej hoti që ka kanë kryetar, shko të mirë me babën, këshin kanë një mosh. I ka thënë i ditë Marku, i ka thënë Mark, i ka thënë Fredi aty për unë, ata kërkesat për në shkollë, ti e din që nuk mundet me shku në shkollë. Më vjen keq, adin se i ke djelën të mirë tana, për nuk mundet. Por në kjo se ka mu hap një rast, për një gja profesionale, kam me thire, kam i thana, ke qef me shkujto, edhe u hap atëran për hekurullën, e më tha dojnë me pro hekurullën e në Shkodra, ke qef me shku, edhe kena pa ba një kurs 6 mujor në Durrës, edhe kam fillu me punu në hekurullë. Pra kam... Sa punë? I kena fillu prej fillimit, i thonë rrusi i shinave, që në rënë shinat, atë janë manover, është për me lidhë vagonat, pra kur vjen një vagon, duhet një avuat ganxhen, aty është shumë kujdes se mund është me dek, me të zamë të reni, tana adash me ka, atë janë të magazinat, tana, atë janë në fund, ka kanë që i kanë thënë me inspektu shinat, se fjallën e ka të malë, se inspektor, po shkurt më abeti, kur kam kanë në Kuplik, kur ka ardhë një tren prej vraket, për me shku në bajz, a i më ka marrë në telefon, a i inspektori i vrakës, edhe më ka thënë, du me njës trenin 225, a mune me njës? I kam thënë, në ku do me vequ? A vjen nalet të stacioni jem? Jo, ka me shku në Handhoti, të hot, ma në bajz. A dhe i kam thënë, priti minut, edhe kam dalë prej zyrit e kam rru shinin, a këtën që i mu vu, jam kontrolu se ka herë mundet mi vuti ku shigur, e kur në rëndë del tereni jashtë. Po, rëndësishme është të punë. Shumë të rëndësishme, mi pa pothitet mirë, i kena qitë voj me rëshita ja kure e ki ullat bram, ato me nejt aty afer, që dhe që të kalojnë treni se të alot i fmi, ose me e mujt me e pa me sy. Kur i kam ba gadi tana, kam marrë atë dë bajs, edhe një kam thënë këti, po mund është me një trenin. Edhe kena pas i liber, e kam thënë, e kam thirë ganin në orën 11, ma ka dhanë lejnë me një trenin 11:30, trenin më rritin 12. Kur kam rrit treni, kam shku në fund vagonave, kam pa ka një shanje kuqe, natën ka një kanil. Edhe a kam rrit se në është a këput vagoni, e kam jetë në rrugë, mi po vjen treni tjetër e i bjen, kështu që a dasht me shku deri në fund e me e pa. A dhe në kur ka pa, unë kam thirë atë inspektorin e bajs, e kam thënë a mune me njës këtë tren me këtë numër. Sa vjetë ke punuar në këtë punë? Kam punu, dhe thënë, 1984 kam fillu punën, dhe 1990 që kam ikë. Dhe thënë 6 vjetë. Kur e ka marrë, i kam thënë, a mune me ta qu trenin, i kaqë. Momentin që kam njës trenin, e kam marrë këtë vraks. I kam thënë, treni më rriti, gjithë qanë regull, e ka shënuaj. A dhe Allah i më ka marrë telefon, treni ka më rriti, gjithë qanë regull. Në kjo fësa i ka thënë, nuk artë në vagoni me shenj, a dhe do është me jetë s'kamun, ose dikun ose me marrë lokomotiva i ka pas, se unë s'ka pas lokomotiv, sa kanë stacion i vogël aty.